Është programi për ditë mbar, drejt për drejtin në Radio Televizionin 21. Faleminderit që na ndiqni miq të dashur, ndërsa ora shënon tani që unë jam duke folur 9:35 minuta. Siç kemi paralajmëruar, i ftuari i parë do të jetë tani, ai më duket është në Gjermani. Pse është atje, është duke jetuar apo ka ndonjë projekt tjetër interesant ose duke reklamuar, nëse mund ta quajmë kështu mirë, edhe krijimin e tij që i bëhet fjalë për një supermakinë luksoze made in Albanian që kemi marrë vesh që është duke konkuruar edhe markat ndërkombëtare. Me thënë drejtën, unë personalisht nuk është se marrë vesh shumë nga makinat, prandaj kam mbetur pa një makinë, por gjithsesi gëzohem kur shqiptarët, inxhinierat në fakt krijojnë edhe veturat e tilla luksoze. Do ta prezantoj si inxhinier apo si krijues i veturës, është me mua në këto momente në lidhje Viber Marin Shera. Marin, faleminderit për kohën, si je? Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën dhe për tematikën. A të prezantova mirë? Më mirë. Po, dëgjohesh shumë mirë. Të prezantova mirë, inxhinier apo krijues i veturës, të dyja? Po, unë fillimisht jam inxhinier ndërtimi dhe strukturash, vllai im është dizenjator industrial, neve që bëj vitit 2016 kemi bërë prototipin e parë, formën e parë të një supermakine në Shqipëri, Tiranë. Për fat keq nuk gjetëm mbështetje në duhur aty, qoftë financiare, po dhe teknologjike, le të themi. Na u desh që ta vazhdonim këtë projekt në Munich të Gjermanisë, dhe tani kemi arritur bëjmë simulimet inxhinierike, bëjmë projektin deri në detaj për nga ana inxhinierike dhe dizenjuese, dhe jemi duke përgatitur prototipin e mirë fill të kësaj supermakine. Kemi pasur kontakt me kompanitë më të mëdha të supermakineve si Koenigsegg, Rimac, me udhëheqësit e tyre, dhe për fat mirë kemi parë një entuziazëm shumë të madh nga njerëz shumë të ndryshëm, dhe kemi besimin që ky projekt do të ketë sukses, por presim bashkëpunimin e duhur me investitor, me entuziast dhe bashkëpunëtorë të tjerë për të ecur më shpejt përpara, pasi deri tani neve çdo gjë kemi bërë me fondet tona, me kapacitetet tona, qoftë kapitalet njerëzore, ashtu dhe monetare. Pra ti je krijuesi, thënë ndryshe inxhinieri, vllai në këtë rast është dizenjatori, si është kjo? Ne bashkëpunojmë së bashku, kemi bërë edhe projekte të cilat janë të njohura në media, siç është një urë ndërtuar projektuar në Munich dhe prezantuar në bashki në politikë, apo projekti Hyperloop, që është një trend shumë i shpejtë. Domethënë kemi marrë pjesë në disa projekte së bashku, kemi disa referenca, kurse supermakina është një projekt që na ka ndjekur që në fëmijëri vitet 97-99, të dizenjoheshin makina, pikës makina parë e ka pasimin Bill Clinton, por tani kjo lojë fëmijërie është kthyer në një pasion të vërtetë, dhe neve me këtë makinë që shihni, quhet Seraphis, pretendojmë që të konkurrojmë markat më të njohura botërore në fushën e supermakinave. Po këtu mbetemi, do me thënë tek emri, Bill Clinton, makina e parë, dhe kjo do të ketë, e thatë emrin e makinës, ma largo pak të ignorancën time që nuk marr vesh, do të ketë ndonjë emër tjetër nga kjo makinë, për shembull, keni menduar që mund të ketë ndonjë emër patriotik? Jo, nuk ka të bëjë me këtë. Patjetër, kjo makinë quhet Seraphis, ka bëj me ëngjëjt, me kozmosin, pasi ne duam që me këtë projekt të arrim majat, edhe nuk nëse Ferrari bazohet te Kali, për shembull, ne kemi ëngjëllin si inspiracion për sa i përket emrit. Kurse makina në vetvete inspirohet për sa i përket pasqyrës tek antenat e insekteve, dhe duke shkuar më pas ku është zemra e makinës, që është motori biturbo V12, aty është agresiviteti i cili ndërthuhet me elegancën e supermakinës. Makina është më ka emrin e vet, bendi janë quhet Sivon, neve merremi edhe me projektet e tjera si jahte, motora elektrik, por konkretisht me supermakinën e kemi më të thjeshtë për të futur në treg, sepse është më e lehtë se sa të bësh prodhim makine normale, sepse kjo është një
prodhim i bërë nga dora e njerëzit, kështu që neve nuk na duhen shumë makineri siç duhet në prodhim seri. Ne pretendojmë të prodhojmë 10 deri 20 në vit, por normalisht kjo makinë kategorizohet tek Koenigsegg, Pagani që i kalojnë shumat shtatshifrore. Sa mund të kushtoj Për këtë kostë. Sa mund të kushtoj për këtë fitimeve, domethënë, po, shitjeve. Sa mund të kushtoj një makinë e tillë? Jam shumë kryeshtar. Një makinë e tillë kushton nga 2 deri në 4 milion euro. Konkurrentët që ne i quajmë konkurrent ton, nëse do arrim këtë sukses, për momentin shesin mbi 10-20 makina të tilla me çmime tipu 3 milion euro, kompanitë së cilëve nuk janë më shumë se 100 pjesëtarë. Domethënë, kompania nuk ka pse të jetë shumë gjigande, ndërkohë që fitimet janë krahasuar me industritë të tjera. Ne shqiptarët jemi momentalisht në epokën e ndërtimit, po krahasuar me shumë industri, këtu është potenciali shumë i madh. Thatë që keni marrëveshje, kanë nisur kontaktet e para me kompani të ndryshme, sidomos atje në Gjermani, në fakt ku flitet se këto puna e makinave dhe atje është më lartë se në vendet shqiptare, shqipfolise. Keni pasur ndonjë kontakt me ndonjë kompani serioze atje? Patjetër, ne kemi kontaktuar me kompani të ndryshme siç është Rima, Koenigsegg, po dhe me shumë të tjerë, sepse këto janë vetëm ato që shihen, por pas një makine janë me qindra kompani të tjera, të cilët bëjnë punët e ndryshme, duke marrë parasysh Dyer, Dritaret, Airbegu, secila është një ndërthurje e shumë kompanive për të arritur në këtë produkt. Ne kemi kontakt dhe bashkëpunim me kompani nga më të ndryshmet, qoftë nga prodhimi i motorëve deri tek aerodinamika, tek çdo inxhinieri që futet tek prodhimi i makinës, sepse makina përmbledh disa inxhinieri, disa komponentë të ndryshëm. Ne jemi në diskutime, kemi hasur shumë entuziast, normal që nuk përjashtojmë dhe investime apo entuziast nga vendi ku ka nisur gjithçka, që është Shqipëria apo Kosova, shtetet tona. Ka pasur ndonjë kërkesë që tani pa përmendur emra, për shembull, nuk e di, ndonjë artist, personazhi politikës, flasim për shqiptarët që ka qenë interesuar ta ketë në një të nesërme të afërm një makinë të tillë? Faktikisht nuk kemi pasur akoma komunikime të drejtë për drejta nga Shqipëria, sepse neve kohët e fundit kemi vendosur që të dalim nëpër media, pasi projekti kanë qenë gjatë gjithë kohës në zhvillim e sipër, proces patentimi për pjesë caktuar që do shikohen më vonë kur të vi koha, dhe për arsye të ndryshme nuk kemi dalë në media. Ne kemi filluar të dalim në media për të bërë projektin më të njohur, edhe besoj që do ketë. Kemi pasur 2-3 kontakte me njerëz që merren me makina në Shqipëri, por nuk është se kemi një bashkëpunim konkret. Ne kemi një shprehje që kur na largohet dikush, themi ktheu se kemi bë hajgare me ty. Për shembull, nëse do të thojë ndonjë kompani ose ndonjë personalitet shqiptar që ktheuni vëllezrit Shera, ktheuni se kemi bërë shaka me ju, na duheni këtu, a do ktheheshit në Shqipëri apo qoftë në Kosovë? Patjetër, unë fakti që jetoj në Gjermani dhe lëviz në shtetet ndryshme si Zvicra, Italia, kam shumë kontakte dhe familjar. Për mua Shqipëria nuk është asgjë tjetër përveç se një qytetëz ose Kosova, thjesht janë qyteza që për mua nuk janë larg Gjermanisë. Domethënë unë e shoh botën më të madhe dhe është gjëja më e mirë që në vendin tim të vazhdoj me këtë ëndër aty ku ka nisur. Kemi pasur edhe komunikime me investitorë të njohur në Shqipëri para 10 ditësh, po atëherë ka qenë koha që nuk njiheshin akoma makinat elektrike dhe e vetmja përgjigje ishte një përpuzje që ti do të bësh makinë me prizë, se në atë kohë ka qenë prototipi parë elektrik, tani është me benzinë, pasi kemi pasur që entuziazmi është më i madh për benzinën, edhe prototipi parë do jetë me benzinë, po neve synojmë në të ardhmen që të bëjmë diçka hibride,
e tjera. Po atëherë nuk ka qenë Shqipëria aq përpara sa që investitorët të marrin vesh se çdo kohë kjo është një makinë për shembull. Edhe sot shifet pak zhvillim, por gjithsesi zhvillimi është në ndërtim, aty ku është më thjesht se kudo për të bërë diçka. Kureshta ime Po është se shpresojmë që të ecim më përpara dhe të diversifikohemi si shtete. kureshta ime është çfarë makine përdor aktualisht Marini? Unë aktualisht përdor Mercedes-Benz, që nuk futet tek këto makinat super sportive. Po futet e makina që i pëlqen shqiptarëve të forta. Pse unë nuk kam një makinë sportive është thjesht sepse dua të realizoj timen dhe dua që ta filloj aty tamam afrimin me një super makinë. Si është procedura tani? Do të reklamohet makina në një panajir? Kur do të jetë panajiri? A ka qenë, na thuaj disa gjëra në lidhje me marketingun? Ne jemi duke përgatitur për të bërë prodhimin e mirë fill, jemi në rrugës sipër. Duam ta nxjerrim në mënyrë sa më të perfeksionuar, prandaj nuk po nxitohemi. Bëhej fjalë që të nxirrej këtë vit, por ne llogarisim që në vitin tjetër ose brenda një afatikor për një vit ne mund ta përfundojmë prototipin në atë mënyrë që të dalim në panajiret më të njohura të botës, siç është panajiri i Gjenevës, IAA ose panajiret tjera. Të dalim këtë verë në mëni, në panajire që njihen lokalisht, por synimi është të dalim në panajire më të mëdha të botës, edhe aty neve do marrim shikueshmëri nga entuziastët më të çmendur le të themi të supermakinave, sepse është një numër i caktuar personash të cilët kanë pasion supermakine. Është si tek futbolli, ashtu është dhe pjesa e supermakinave, është një kategori njerëzish. Nëse keni menduar pyetja e fundit, një emër, një personaliteti nga bota e sportit ose nga bota e muzikës shqiptar që jeton ndoshta në mbar botën që mund ta reklamojë më së miri këtë makinë duke dhënë qelsa në fillim fare, kush do të ishte ai apo ajo? Keni menduar këtë? Si imazh? Unë nuk e kam menduar kur këtë gjë, por në një mendim shumë shpejt tashim shkon në mendja tek këngëtarja Dua Lipa ose futbollistët e njohur që lozin në Zvicër. Këto janë persona do t'ishte imazhi perfekt, besoj. Shaqiri etj. Bukur. Mirë, ju shkoft mban na tregon se si do të ecë më tej natyrisht, edhe shumë urime, përshëndetje shumë edhe vllajën nga ana jon, megjithëse vllai nuk është se del shumë në intervista. Patjetër, do e përshëndes dhe më vonë do dalim edhe qoftë dhe prezent dhe do të tregojmë më shumë për sa i përket historikut. Patjetër. Ju falenderoj për tematikën. Suksese. Faleminderit shumë, gjithë të mirat.